që të jemi në një gjendje të mirë shëndetësore edhe të përballojmë këtë vapë, të cilën po jetojmë sot. Në qoftë se ekspozohemi me temperatura të larta, ne duhet të kemi kujdes që të mos ekspozohemi në pikun e ditës, nga ora 11 deri në orën 5 pas ditës, sepse në këto raste mund të shkaktojnë dy probleme të rënda shëndetësore për qendjen njerëzore. E para është djegja e lëkurës nga rrezet ultravioletëse dhe pastaj është goditja nga nxehtësia. Mirë po, unë desha të them që rrezet e diellit nuk janë kështu të panevojshme, nuk janë vetëm të dëmshme, ato janë edhe të dobishme, sidomos kur ato i shfrytëzojmë në orët e mëngjesit, pasi që ato na ndihmojnë që të krijojmë vitaminën D, e cila është shumë e rëndësishme edhe për ndërtimin e kockave, edhe për ruajtjen e imunitetit tonë. Që të jemi në një gjendje të mirë shëndetësore edhe të përballojmë këtë vapë, të cilën po jetojmë sot, e rëndësishme është që në radhë të parë të qëndrojmë të hidratuar, të marrim sasi të mjaftueshme të lëngjeve. Edhe kam këtu parasysh lëngje pa sheqer dhe pa krip. Është ujë i pastër që duhet ta konsumojmë disa litra në ditë, edhe çaj. Sa i përket ushqimeve, duhet të ndjekim një dietë të shëndetshme. Një dietë të shëndetshme duhet ta ndjekim gjithmonë sidoqoftë. Mirë po, kur janë temperaturat e larta, një vëmendje të shtuar që të ushqehemi me bazë perimesh edhe frutash. Ato të marrim të freskëta, edhe t'i lajmë në ujë të rrjedhshëm dhe të pastër për një kohë të caktuar. Uji është shumë i rëndësishëm që të përballojmë temperaturat e larta, pasi që nga temperaturat ne edhe avullohemi 3 deri në 4 litra në ditë për një njeri mesatar. Për ata që punojnë në ndërtim, për atletët, për sportistët, ndoshta edhe më shumë. Mirë po, kjo është një mesatare për një njeri të zakonshëm. Që të gjithë mund të ndikohemi nga temperaturat e larta dhe do të kemi një kujdes të shtuar. Mirë po, një vëmendje të veçantë në radhë të parë për foshnjat, pasi që trupi tyre është i vogël dhe avullohet më lehtë. Pastaj janë gratë shtatzëna, edhe këtu unë desha të theksoja faktin se në qoftë se ato punojnë, së pako atyre duhet të lejohet që të mos punojnë në mesin e ditës. Pastaj janë të moshuarit, dhe jo çdo i moshuar është me probleme shëndetësore, mirë po disa kanë, si hipertension, diabet, probleme të frymarrjes, probleme me zemër. Këta duhet që aktivitetet e tyre t'i kryejnë në mëngjes dhe në mbrëmje, të mos dalin në mesin e ditës pa pasur ndonjë nevojë të madhe. Djegja e lëkurës, e cila ndodh për shkak të rrezeve ultravioletës, ne duhet të mbrohemi duke përdorur ose çadrat e diellit ose kapela edhe syza, të përdorim edhe krema me faktor mbrojtës. Edhe problemi tjetër që është goxha i rrezikshëm është goditja nga nxehtësia. Duhet i dallojmë shenjat e goditjes nga nxehtësia. Personat fillojnë të kenë një marramendje, të kenë pak rregullim të vetdijes, pastaj tharje të gojës, skuqje të lëkurës. Nëse ndodhin këto gjëra, kështu ashtu është mirë që të mos ekspozohemi drejt në diell, po të ndjekim pak hijet kur është e mundshme, mirë po ose të futën në ambiente ku ka ajër të kondicionuar. Po nëse ndodhen që i bie efekt, është mirë që personat që janë afër të japin ndihmë, të heqin rrobat, edhe të freskojnë me ujë të freskët, ose nëse kanë edhe copa të aktit i vënë në trup, edhe të dërgohen në qendrën më të afërt të mjekësisë familjare, ku jepen ndihmë profesionale mjekësore. Sigurisht që ka që kërkojnë ndihmë shëndetësore edhe për shkak të temperaturave të larta. Për fat të mirë nuk kemi pasur ndonjë rast shumë të rënd, kështu me humbje të vetdijes, mirë po pacientët të cilët kanë ardhur për probleme të tjera, ne i kemi ofruar ndihmën e duhur mjekësore. Si përmbledhje, unë do të thosha që të përballojmë këto temperatura të larta të verës, të ndjekin 3 gjërat magjike. E para është që të ndjekin një dietë të shëndetshme, në radhë të parë të konsumojnë sasi të mjaftueshme të lëngjeve. E kam fjalën për ujin edhe për çajin pa sheqer. Pastaj të bëjnë aktivitet fizik, edhe pse janë temperaturat e larta, të zgjedhin pjesët e ditës, mëngjeset edhe të mbrëmjet, edhe vendet ku ka hije, që të qëndrojnë fizikisht në gjendje të duhur. Edhe treta është që të kujdesen për shëndetin mendor, në kuptim që të bëjnë gjëra të cilat janë relaksuese për ta.